Përshëndetje shpirtë në evolucion. Sot dua t'ju njoh me një program 21 ditor që do të të ndihmoj për faljen e babait, nënës dhe të personave të tjerë dhe në radhë të parë për faljen e vetes tënde. Është një program që punon në fellësi dhe mund ta marrë çdo person nga ju duke i punuar vetë, do më thënë 21 terapi të përditshme që do të sjellën në kontakt me veten tënde të brendshme dhe do shikosh ku janë bllokimet e tua. Për këtë do kesh një fletore, silolapsa dhe ngjyra, sepse dhe do vizatosh. Dita e parë ka të bëj me kë person do fillosh të punosh të parë. Ai që do marri pika më tepër nga të dy prindrit. Dhe do shkruash nga zemra, nga shpirti, duke mos i justifikuar dhe jo në moshën që ti je, por atëherë kur kanë filluar të behen dhe të krijohen problemet në ndërgjegjen tënde. Se të gjithë ne pa përjashtim, problemet tona kanë filluar me nënën ose babain ton, sepse ata kanë qenë mësuesët më të mirë. Një shembull që mund të jap këtu është, për shembull këtu që themi, mamaja më ka abuzuar fizikisht, mendërisht. Këtu mundesh ti tani ta zhvillosh këtë temë nga poshtë. Nëna ime nuk më ka dhënë mbështetje emocionale, nuk më dëgjoi, nuk më mbështeti. Në të njëjtën gjë do t'i punosh dhe me babain. Dhe që të mos shkoj më poshtë, shikojmë pastaj bëjmë vlerësimin e dhimbjes, të gjitha. Ka shumë programe trauma që mund t'i punosh. Pastaj shkojmë në ditën e dytë, ke zgjedhur çfarë do bësh. Java e parë deri në javën e 7, më falni, deri në ditën e 7 është shumë e rëndësishme që të punoni. Do të thënë, në qoftë se ju jeni të interesuar që ta merrni këtë program, mund të komunikoni me mua dhe mund t'ja shpjegoj për 21 ditë dhe është me një ofertë shumë të mirë, është vetëm 10 euro në ditë. Është sikur të bëni 21 terapi me mua. Dhe në fund të kësaj jam shumë e qartë që ju mundet të ndryshoni jetën tuaj. Dhe siç kam thënë gjithmonë, dita e 8, gjithmonë me mua do punojnë njerëzit që janë guximtarë, me njerëz që janë të gatshëm të punojnë me veten e tyre dhe të lirojnë. Dita e 8, një shembull prap të vogël, është koha për të parë se çfarë nuk ju lejon të ecni përpara dhe të shijoni jetën tuaj. Gjithçka që do gjeni sot janë modelet që përsëritni jetën tuaj. Shumë herë në jetën tonë neve kemi modele që i përsëritim. Dhe i themi me radhë çfarë mund të shkroni, a jemi mjaftueshëm, i nevojshëm, a ke merita të veçanta, a ke vlera, do të thënë do përgjigjesh me ndërgjegje të pastër. A e do veten ti, sa të respektojnë ty të tjerët, sa respekton veten. Dhe jap një shembull, nëse partnerët tuaj ju zhgënjejnë, atëre ndoshta e keni të rrënjosur këto programe në veten tuaj. Ju besoni se nuk meriton që t'ju duan, e vërtet ashtu është. Dhe të gjitha këto janë programe që unë i kam bërë tek vetja e time, i kam parë rezultatet, ndaj u jap dhe juve. Për më tepër, mund të komunikoni me mua, ju jap 100% siguri që nëse je gati dhe do që ta punosh, mbas 21 ditëve do jesh diçka tjetër. Dhe këtu dua të them që asnjë gjë nuk mund të bëhet pa
bërë një veprim tjetër nga ajo që është krijuar. Prandaj, në qoftë se të intereson të ndryshosh jetën tënde, mund të ndryshosh. Dhe mbas 21 ditëve që punon me një nga prindrit e tu, e fillon me prindrin tjetër. Dhe pse duhet të punoj me të dy? Sepse ne, brenda nesh, jemi dhe nena dhe babai. 50% nena dhe 50% babai. Ndaj. Dhe si që shikoni, janë të sqaruara një nga një të gjitha, dita e 10, çfarë mund të bëni, shembullin, do të thënë një person që e merr nuk ka nevojë të ketë ndihmën time. Megjithatë, në këtë kohë ne prap komunikojmë për raste të veçanta. Tu tregoj dhe librin që do të ndihmoj për të ndihmuar për frikrat e ndryshme. Këto pak a shumë, në qoftë se keni pyetje më shkruani dhe më shkruani privat tek WhatsApp ose Viber të telefoni 0030 699 321 46 37. Ju falenderoj.